Na jena popull i çuditshëm. Pse po them që jemi popull i çuditshëm? Po ti shohësh i gjithë fshati ankohet që s'kemi ujë. E kam fjalën për ujin e pishëm, ujë kallabakut i cili vjen. Edhe realisht nuk ka ujë. E para është neglizhenca, sepse nuk shkojmë për ta futur sa duhet në burim, tash dikush mund të thotë se jemi kone, kemi pa, ne jemi kone, kemi pa vetë me sytë e mi që ka ujë realisht atje, burimet kanë edhe një pjesë del jashtë, edhe ka nevojë për mirëmbajtje atje. E dyta është që si ka mundësi me ujin e pishëm, me ujin i cili është bën ujë pishëm, të mirën edhe të vaditen patatet, të vaditen arat edhe të mbjellat. Kjo është ndaluar më burr, edhe nga ona fetare, nga ona ligjore, për arsye se ujë, si plan ka ardhur për ujë të pishëm, nuk ka ardhur për ujë të vaditshëm, ose nuk ka ardhur për ujë për me ujë të arat edhe patatet. Prandaj i bëj apel gjithë secilit që keni kujdes që mos të vaditni me ujin e pishëm, për arsye se unë po flas nga ona fetare. Është mëkat edhe është gjuna, sepse njerëzit nuk kanë ujë ditën. S'kan ujë ditën, e përdorin për nevojat e tyre të domosdoshme edhe nuk ka ujë. Prandaj mundohuni që mos të vaditni arat edhe patatet. Mos i vadisni me ujin e pishëm. Për arsye se është ndaluar nga ona fetare, çfarë bereqeti pret me marr ti, me vadit arën tënde, me vadit patatet e tua, ndërkohë nga ona tjetër, dikush tjetër s'ka ujë me pi, s'ka ujë për me kry nevojat e tij elementare. Kur ka qenë ujë pishëm përpara, ujë sjellës i ndërtuar, kanë qenë 400 familje dhe u ka dal uji atyre. Tash kanë mbet 1/3 atyre familjeve dhe akoma s'u del ujë. Po kjo është mbarra, është turp. Pastaj ne kërkojmë fajin te tjetri, e kërkojmë taj tjetrin. Na vetë jemi e zeza vetes, po nuk e përmirësum, po nuk e rregullum veten tonë, nuk e rregullon askush. Prandaj duhet me marr masa nga kjo. Ku ta di unë, masa të ndryshme, boja 2000 lekë metër kupin verës, 3000 lekë, ose ai i cili e përdor ujin për vaditje, atëherë merre edhe me ujin për vaditje, atëherë bllokoja një muj aty, mos e lë ndalja ujin. Kush zihet duke vadit patatet, një muj s'ka ujë aty, bllokoja. Merrni masat, ku ta di unë, janë forma të ndryshme që mund të marrësh, si në aspektin ligjor, si në aspektin e katundit, edhe si në aspektin grup, se na jena si komunitet. Pastaj gjithë njerëzit ai del zën rrugën edhe thot vallai s'kena vend ku me kalu. Po ti e ke zonë më rrugën tonë, e ke zonë vendin tënd ku s'ke ku me kalu. Kush ta ka fajin? Kush ta ka fajin? Kujt i ankohesh atëherë? Ankohu vetit. Secili njeri, person, le ta gjejë problemin te vetja e tij, le të fillojë ta rregullojë veten e tij. Nëse ne rregullojmë veten tonë, e rregullojmë familjen tonë, atëherë rregullohet komuniteti, rregullohet shoqëria, edhe jetohet ashtu siç duhet. Prandaj, sidomos për ujin, i cili në stinën e verës është i domosdoshëm edhe është jetik, mundohuni që mos ta shpërdoroni. Pse? Sepse keni gjunat e Zoti. Se uji nuk është bërë për qëllimin për me vadit. Uji është bërë me qëllimin për me pi edhe për me kry nevoja tjera. Për me u pastru njerëzit. Uji për me vadita, uji rezervarit. Boni një grup, si fshat, si katun, merrni jeshtë e keni rezervarin, silleni edhe shpërndajni, kush u ndalon. Prandaj unë po ju them që në aspektin fetar, mos pritni bereqet, mos pritni që Zoti t'u japet mira, dhe Allahu t'u japet bereqet, ku ndërkohë ju i buni zullum dhe i buni pa drejtësi një pjesë tjetër. Çfarë faj ka një pjesë tjetër e cila nuk e punon tokën, janë pleq, s'kan mundësi me mbushuj, s'kan mundësi me shku në përkroje, në përvende për me mbushuj. Faj kujt është? Prandaj unë ju kisha lut gjithëve, për hir të Allahut, për hir të Zotit, që mos vaditni patatet, mos vaditni arat. Mundohuni që ta kurseni ujin dhe mos ta shpërdoroni, mos bani masraf, sepse çdo gjë e cila teprohet, çdo gjë që bëhet masraf, është ndaluar te Zoti. Edhe prandaj kur dinin ditë gjykimit mos thoni se s'na ka thon askush. Këta e keni si dëshmi. Zoti na rujt, Zoti na udhëzoft edhe Zoti na drejtoft.